Të nderuar miq, që në zgjedhjet e 11 majit do të votoni në zonën Durrës, Shijak, Fushkruj dhe Kruj. Unë do t'ju lutesha të veçonit njërin prej tyre, Aulon Kalan. Aulon Kalaja, parazitash, është djalë i ri pa asnjë lidhje me të shëmtuarën e errët të këtyre 35 viteve tranzicion. Aulon Kalaja është një shqiptar i vërtet. Ne jemi parë të jetë në krye të gjithë protestave qytetare në këtë vend. Thash të protestave qytetare, jo të protestave politike. Aulonin e kemi parë në mbrojtje të Parkut Putrintit. Aulonin e kemi parë në mbrojtje të Portit të Durrësit. Aulonin e kemi parë në mbrojtje të Detit të Shqipërisë. Aulonin e kemi parë në mbrojtje të Teatrit Kombëtar. Aulon Kalan e ka parë gjithë Shqipëria të jetë ditë e natë me çizme veshur në katastrofën humanitare të tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, duke u shërbyer me dashuri e dhimbësuri gjithë qytetarëve të prekur dhe të mbetur pas tre. Përveç kësaj, Aulon Kalaja vjen nga një familje fisnike dhe patriotike. Unë ju lutem që të veçoni Aulon Kalan. Faleminderit.